Mirëmëngjes Katerina dhe javë të mbarë. Mirëmëngjes e dashur, një javë të mbarë. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur anvisa që na ndiqni këto momente në emisionin ton, duke ju uruar një ditë bukur dhe një javë të mbarë dhe ju ftoj këtu me një herë për t'treguar receta që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Është e hënë sot, do të fillojmë domethënë, sigurisht kemi gjithmonë bënim legume, domethënë fasule, thjerza e këto, por sot ne do bëjmë kunguj të freskët, një gatim domethënë i thjesht, por shumë i shijshëm dhe i lehtë, që do t'jetë me kungulleshkat vogla kunguj, do t'kemi me qumësht, me qep, me erza, me vezë, armoskati, dhe si thuash një filxhan ose gjysmë filxhani oriz, varet se sa, do me thënë, sa do të bëni, do me thënë, sa do t'jetë tava që juve, sasia që ju do të përdorni. Gjithashtu ka menduar sot të bëjmë një salcë që bëj shumë e mirë edhe kjo, me hudhra, me susam dhe vaj ulliri. Edhe sigurisht me djath të shkrirë. Djath i shkrirë, po. Bëhet një salë shumë e mirë, do me thëmë për të bërë si tip brusketa, që i thuan brusketa, ose bukë që e thekim dhe vendosim këtë djathin të salsën që të pregatisim lartë dhe bëjnë shumë të shishme. Dhe në mos të thekura, kur e kemi bukën të ngrohtë që e pregatisim vetë dhe t'i vendosim këtë lloj salse lartë, nuk e keni idenë se sa i shishme bëhet. Edhe e shëndetshme faktikisht se edhe hudhrat, edhe susami janë të dyja produktet, sigurisht edhe vaji i ullirit që na japin shumë shije dhe vlera ushqimore. Dhe për të fundit, kam lënë që mund ta konsumoni edhe tani në mëngjes nëse keni tërshër, mund të përgatisni me tërshër me qumësht me ujë, me pak gjalp edhe me piper djegës ose jo djegës të kuq, bëni një lloj si tip tranaje, por jo trana, është me tërshër. Po, që është shumë e shëndetshme për të nisur ditën. Kështu që këto janë gatimet, nuk është se do të kemi kohë që të themi të shtojmë të bëjmë diçka më tepër, duke përgatitur gjërat tona dhe do të shikojmë se si do të vazhdojmë në vijim. Atëherë fillojmë me një herë për të përgatitur recetën e parë që duhet ta vendosim në furrë dhe pastaj sepse edhe këtë me susam edhe me hudhra dhe ajo do vendoset në furrë. Edhe ajo në furrë. Okej, atëherë ne nisim me të parën. Sepse duhet të domethënë hudhrat në furrë me susamin edhe me gati me ç'po shoh. Atëherë gati duhet të bëjmë edhe sobën. Do të t'ju kujtoja se ne sot po gatuajmë me produktet Neranzi. Ndaj me një vizit në të gjitha pikat e dyqaneve Neranzi mund të gjeni gjithçka që ne kemi këtu në tryezën tonë, sigurisht, edhe shumë produkte të tjera, të cilat ju vinë në ndihmë në përgatitjen e vakteve tuaja nga mëngjesi deri në mbrëmje, duke ju siguruar gjithmonë një cilësi maksimale, një shëndet të mirë, por edhe ide të reja në gatimet tuaja për të dhënë shumë shije çdo vakti dhe çdo dëshire që ju keni për të servirur në tryezën tuaj familjare. 2-3 ide në fakt do të na vinë sot, megjithatë kjo e para me të cilën kemi nisur, po e quajmë kështu edhe vaktin e plot të drekës për sot, apo jo Kati? Po, është si një pjatë kryesore që shoqërohet shumë mirë edhe me kos. Me kos. Që mund ta kemi kështu, por mund ta shoqërojmë edhe me kos dhe bëjmë akoma domethënë më të plot si recetë dhe më të freskët si recetë faktikisht, sepse janë këto kohët e ngrohta me pak kos. E shoqërojmë se do të bëjë si një trajt pilafi ky që do të vendoset në furrë. Dhe ai kosi është që na freskon. Mirë, së bashku lexojmë pak në ekran recetat. Le të përfitojmë pak nga koha e ngrohjes së tiganit dhe skuqjes së qepës për të parë se çfarë do të na duhet për përgatitjen e kësaj recete. Lakror me kunguj e oriz, na duhen 6 kungullesha, 1 filxhan oriz, 1 qep, 5 qep të njoma, 4 vezë, 2 filxhan qumësh, vaj, gjalp, krip, piper dhe armoskat. Pra, shumë të thjeshta janë përbërësit, shumë të thjesht, që do të thotë përbërës që gjenden pothuajse në çdo familje, kemi një recetë ekonomike që është e vërteta, dhe tjetra do të jetë sërish e tillë tërshër me qumësht, na duhen 2 filxhan tërshër, 2 filxhan ujë, 1 filxhan qumësht, 1 lugë gjalp, 1 lugë piper speci, pak krip dhe piper. Edhe kjo sërisht e thjesht, salcë me djathë, krem dhe hudhra, na duhen 300 gram krem djathi, 10 thelpinj hudhra, 1 lugë susam, 3 lugë vaj ulliri, krip edhe piper. Kaq që recetat për sot, do të rikthejmë prapë nëse ju nuk keni patur mundësi të fiksoni çdo përbërës apo ta mbani atë shënim. Në vazhdim teksa gatuajmë, do të rikujtojmë edhe një herë përbërësit, natyrisht edhe recetat të renditura.
Nisi puna? Nisi puna këtu në Tigan, kemi hedhur vaj, kemi shtuar qep e njom, të cilat janë të grira holl, kemi shtuar krip edhe, t'i hedhim edhe pak piper. Mund të bluani në moment, mund të keni edhe piper kështu si që kemi neve tani për momentin. Të bluar. Tek tenxherja këtu do të vendos edhe qumësht. Për të ngrohur. Nëse do të kemi një filxhan, do me thënë gjysmë filxhani oriz, do të hedhim një filxhan qumësht. Jo më tepër është mjaftueshëm, sepse nuk do të përdor ujë faktikisht, se kam pjesën e kungujve që janë si thuash goxha ujë, kështu që mund të shtoni verse pak 2-3 lugë gjysmë nëse doni e shikoni, por që nuk ka nevojë sepse thashë vetë kungujt përmbajnë ujë, lëngje, kështu që nuk ka nevojë. Tani këtu, thjesht neve këto sa të na zbuten se do kalojnë në furrë, do të shtojmë me njëherë edhe kopër majdanuz. Në këtë lloj recet përdoret më shumë kunguj tani. Kjo është një recet që përgatitet edhe në sezon të dimrit, por në dimër hedhim më tepër oriz dhe më pak kunguj. Tani në këtë kohë, do me thënë nga pranvera vera, përdorim më shumë kunguj dhe më pak oriz. Sepse ka nevojë, do me thënë që ta kemi si thuash pak më të lehtë dhe kungulli vetë nga natyra është një produkt ushqimor shumë i lehtë. Që përveç se kungullit, do me thënë orizit, mund ta përdorim akoma dhe me bollgur. Ta zvendësojmë orizin me bollgur. Por ata që kanë, do me thënë, probleme me shëndetin. Është shumë e thjeshtë si recet, ajo që ngelet tani pasi e kemi bërë kështu gati, në një tavë do të hedhim kungujt. Mos i shikoni kështu, do me thënë që janë të plota, s'ka problem, sepse ato gjatë përpunimit të nxehtë do të ulin vëllimi. Patjetër. Do të shtojmë edhe orizin, që më përpara orizin e lajmë dhe e lëm në ujë nëse duam, që të zbutet. E hapim, do me thënë, orizin. Ajo që ngelet, do të shtojmë edhe këtë. Tihet pak krip këtu që ta kemi kripën edhe pak si më tepër. Do të shtojmë erëzat, qumshtin dhe në fund fare do të hedhim dhe vezët e raura, duke i përzier dhe me pak qumësht. Gjithashtu, nëse ju ndodhet gjalp në shtëpi dhe në recetun e kam vendosur, i shkon gjalpi. Dhe nëse kemi atë mundësi, mund të ashtoni edhe gjalpin. Këtu midis apo para shtëpi? Jo, këtu të qepa, që të edhe të aromatizohet. Mendova se para se të ashtojmë, të vendosim në furrë. Ka filluar të shkri. E hedhim këtu që dhe të aromatizohet. Shkrim gjalpi tani, bashkë me këto erzat edhe me qepën. Në nxjerr aromën e mirë, me njëherë sa e hodhëm gjalpin, a ju filloj që të nxjerr një aromë shumë të mirë. Ne këtu në studio e ndjejmë dhe ju që ta ndjeni, sigurisht mund ta gjeni këtë gjalpë tek dyqanet e kompanisë Neranzi dhe ju them se do të ngeleni shumë të kënaqur jo vetëm për gatime të ndryshme, por mund ta konsumoni kështu edhe me feta buke, se është, si thua, një gjalp shumë i mirë, edhe i freskët, gjithmonë i freskët. Është gati, nuk ka nevojë, do me thënë, për më tepër. Një recet shumë e shpejt gati, a? Shumë e shpejt, e thjesht, por shumë e shishme. Që është e vërteta, mos më ngelet këtu, do shtoj vetëm pak ujë. Një proces që gati e kryen gjithmonë, pasi largon produktet nga Tigani, sepse aty petet shumë shije nga gatimi. Në ekran keni gjatë gjithë kohës edhe recetën. Pra ajo që ne po gatuajmë, ka këto përbërës, një recet shumë e thjesht, e bërë në pak minuta, pa shumë impenjim në kuzhinë, e shëndetshme, edhe verore, konsumohet lehtë këto ditë të nxehta. Të nxehta, po, është një recet shumë e thjeshtë dhe thash më përpara që mund ta konsumojnë avisat akoma edhe me kos. Shkon mjaft kjo lloj recete me kos. Gjithmonë ujin tani kur e shtojmë më mbrapa, që kemi hedhur qepët, duhet ta kemi të ngrohtë.
Dhe ma jep mua të e largoj unë të gjitha. Me qenë se do e largosh Anil, merr dhe këto të faleminderit shumë. Të lutem shumë. Tani, përzjejmë edhe vezët. Si pas dëshirës mund të shtoni dhe arë moskati. Dhe arë moskatit i shkon mjaft. Përzjejmë vezët, të qumshti ngro. E edhim në mënyrë graduale të qumshti. Që të marrë temperaturën, veza dhe mos të pritet në momentin që i hedhin brenda. Okej. Tani ja, asnjë gjë thjesht, e hapim kështu. Që qumshi të kaloj dhe veza në të gjithë sipërfaqen. Kjo recetë bëhet vetëm me kungull apo ne mund ta Kjo provojmë edhe bëhet me kungull, mund të bëhet vetëm me oriz, mund të bëhet me oriz dhe me patate. Pataten po mendoja të ishte vërteta, se shkon dhe me qumshin e vezën. Me patate bëhet shumë e mirë si recetë. Okej. Në furrë do të qëndroj sa? Në furrë 35-40 minuta, po e do kohën, edhe pse janë, si thuash. Qepa është gjysëm gati, por kungulli do gatuhet. Edhe kungujt janë të grira në fezat holla. Edhe më përpara duhet t'i thosh një manvisave faktikisht që edhe sigurisht se kemi thonë dhe herë tjetër, kungull nga pjesa e jashtme duhet të gërvishur që të piket, sepse është lëkura e jashtme, është e shkëlqen dhe është e fortë, do me thënë, dhe nuk e lë që të zjej dhe të piket kollaj. E kemi gati për në furrë. E kemi gati. Ja, kjo ishte receta e parë, shumë e thjeshtë, por shumë e shishme. Furrën gjithmonë e kemi ngrohur, pra si që themi gjithmonë, duhet ngrohur përpara. Dhe ne në pjesën e dytë, pra kur të jemi rikthyer, do ta kemi gati për ta nxjerrë nga furra. Ndërkohë kemi edhe një minutësh të shkurtër, ndoshta për të shpjeguar se çfarë do të bëjmë në vazhdim, nëse do të nisësh diçka tani apo të tregosh çfarë kemi bërë. Do ta nisim, Anil, sepse duhet bërë si procedurë kjo. Janë këto hudhra, do të shtojmë këtu brenda edhe 2 lugë susam. Do hedh 3 unë faktikisht. Dëm nuk i bën susami, kam hedhur dhe hudhra pak si më tepër. Edhe do të shtojmë edhe vaj ulliri. Vaj ulliri. Dhe tani këtë do ta vendosim në furrë? Do ta vendosim në furrë. Do ta vendosim në furrë që të na piqen hudhrat bashkë me susamin dhe vajin e ullirit. Dhe më mbrapa do t'i heqim, do t'i shtypim dhe do t'i përzijim me djathin e shkrim. Edhe ashtu do përfajtojmë një salcë. Shumë interesante. Tani mos të arim të masim, po e hedhë kështu. Pra, hudhra kemi gati një boqë aty, o? Po, një kokë hudhra. Një kokë. Një kokë të plotë, me thënë. 3 lugë me fara susami dhe... 3 lugë vaj ulliri, kur hedhim 3 lugë vaj ulliri, okej. Do t'i lëmë në furrë, do të piqen të gjitha së bashku dhe pastaj vazhdimin për ta kthyer në salcë dhe bëjmë kur të kthehemi. Në rregull. Bukuri. Mirë, është momenti që ne të shkëputemi tani nga studio, do të ndahemi për publicitet, për fleshin informativ të orës 9:30, kur të kthehemi kemi goxha punë për të bërë, do të përfundojmë recetat e nisura dhe do të nisim edhe një tjetër të re atë me tërshër. Kështu që bëjmë pak pushim. Bëjmë pushim. Pushimin e madh. Pushimin e madh, po. Takohemi pastaj. Mirupafshim. Edhe ja ku jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, do të vazhdojmë receta plot shije. Këtu është shpërndar aroma në studio, besoj vjen nga ato hudhrat që po piqen. Nga hudhra edhe nga tava. Edhe nga tava, nga të dyja. Kështu që ne kemi nisur shish edhe shumë javën. hudhrat, edhe tava, i kanë dhënë një aromë të mirë këtu kuzhinës tonë, dhe ju të dashur anvisa që t'ju vje kjo aromë e mirë në shtëpia tuaj, dhe vërtet përveç se aromës janë gjëra që kanë, domethënë, janë ushqyese dhe janë të shëndetshme. Të mendosh që është mëngjes dhe ne po i bëjmë reklam hudhrës. Domethënë, thjesht kur piqet me fara susami dhe me vaj ullirit çliron një aromë të mirë. Patjetër. Hudhra është hurt, çdo që të jetë, nuk është se. Atëherë, çfarë do bëjmë tani ne? Ne do bëjmë edhe tërshërën për mëngjes, nuk e di anvisat nëse
e kanë pregatitur, do me thënë mëngjesin e tyre, por edhe në këtë kohë mundet të bëjnë, do me thënë. Po, edhe orar mëngjesi është. Një filxhan. Disa e nisin ditën me kafe, disa e nisin me një mëngjes më të vonët, por edhe nëse nuk ju duhet për sot e merrni si ide për ta përgatitur ditët në vijim. Hedhim fillimisht të shërën, këtë ujin, e përzijim sa të nëngroj dhe të shtojmë edhe qumshtin. është shumë e thjesht për të pregatitur, thjesht dona zihet kjo, edhe bëjë shumë e mirë dhe shumë e shishme. Pastaj më mbrapa, pasi është ziher edhe me qumshtin, do të hedhim në tigan një lugë gjallë, të shtojmë edhe piper, do me thënë, të kuq, mund të përdorim piper të kuq spec, do me thënë djegës dhe jo djegës, atë që thash, mund t'i përdorin edhe të dyja. është shumë e thjesht si recet. Ndërkohë që... Po shumë e shishme dhe e shëndeshme, dhe përveç se këtu tek kjo lloj recete mund të shtojnë dhe fara të ndryshme, mund të shtojnë edhe fruta, do me thënë të thata të ndryshme, pse jo edhe fruta, do me thënë të freskëta, e lëm të ftohet një dhe pastaj shtojmë ato frutat e freskëta, do me thënë e bëjmë akoma edhe më të plotë si recetë dhe më të, si të shkalojmë vaktin, më të ushqyeshme. Dhe që sistemi në mbanë më gjatë? Po, dhe kështu mënyra se si e bëjmë në mbanë goxha gjatë. Okej. Hajnë të masim dhe këtë me... Shtem qumshin. Okej. Një filxhan? Po. Shikojmë nëse kemi nevoj për më tepër, po që një filxhan është mjaftueshëm. E përzijmë sa të marrë 2-3 val, urdhroni. Jo, desha thjesht të kujtoja që ne e dim të gjithë edhe jo a kujtojmë herë pas here që cilësinë e mënyrës se si ne ushqehemi e sigurojmë nga produktet që ne zgjedhim të konsumojmë. Ndaj, nëse ju i shikoni këto kutizat që i njihni identifikuese të kompanisë Neranci, tërshërën gjithashtu kemi zgjedhur që sot ta marrim pikërisht në pazaret që kemi kryer tek dyqanet Neranci. I gjeni kudo, këtë tabelën që shikoni në ekran e gjeni pothuajse në çdo lagje si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, kështu që provojini për të bërë diferencën se edhe tërshëra bën diferencë, edhe pse duket si një produkt i thjesht edhe shumë i lirë. Nëse është i përzgjedhur me kujdes dhe vjen në një logo të certifikuar, na ofron sigurinë maksimale që ne kërkojmë në vaktet tona edhe në ushqimet tona. Çfarë do të bësh të ndihmoj unë? Ja. Apo e vendosa. Okej. Të marrë një val. Kjo po duhet të shikoj pak udhrat, Anila, prandaj po patjetër. Mirë, ndërkohë, po ju kujtoja pak më herët që në pjesën e parë atë vaktin kryesor të drekës e kemi kryer me një tavë të cilën e kemi realizuar fare thjesht, me pak përbërës dhe shumë e shishme dhe e ushqyeshme dhe tipike për këto ditë të nxehta të verës, sepse është kungulli baza kryesore e asaj recete, do ta nxjerrim pas pak. Ajo që po ju tregojmë tani është pikërisht ilustruesja e bisedës që po bënim për aromën tonë në kuzhinë, ja nga kjo tava këtu vinte, që duket shumë e thjeshtë, ka fara susami brenda, ka hudhra edhe vaj ulliri. Tani ne këtë që kemi pjekur, duke i shtuar edhe djath, do ta kalojmë në grirëse dhe do ta kthejmë në një salcë, të cilën mund ta përdorni për të lyer bukët, për të kthyer ato në brusketa, apo besoj Kati edhe për të shoqëruar pjata të tjera, salca të shkojnë. Po, është diçka shumë e mirë, akoma dhe në makarona. Edhe në makarona. Makarona, duke shtuar akoma dhe ca domatina, ose dhe domate të pre në kubik, për shumë të bëhet kavërdisja dhe të shtosh nga kjo, do me thënë bëhet një salsë shumë e mirë për të shtuar tek makaronat. Edhe kjo na u bë gati, ta tërheq diku këtu, sepse thjesht tani duhet veç se të hedhim këtë pjesën e gjalpit. Okej, do qëndrojmë këtu tani te kjo recetë? Ja ta heqim, duhet ta servirim direkt këtë, që mos ta lëm të... Niseshte tërshër me pak ujë, më pas kemi shtuar një filxhan qumash, jemi duke shkrirë gjalpin. Është mjaftueshëm ki gjalpi, nuk po hedh më tepër, shiko çfarë gjalpi mirë. Shumë i mirë është një gjalp shumë i freskët, mund ta marrësh Anila ta... Ja, ti vendos kapakun që ti ruajmë mirë produktet. E dim që piperi është delikat edhe hedhim direkt piperin dhe gjalpin,
E servirim tani dhe hedhim direkt tek kam atë pjatën që kam në fund fare, Anila. Atë. Faleminderit, ja. Që ta hedhim direkt, edhe mos të... Se mbaj këtu. E fikëm dhe Poliroj sobën. pak vend këtej që të shërbejmë pjatat që do kemi gati. Si një syrë thjashtë, si një trana. Si mund ta mendojmë? Si? Syrë thjashtë, trana. Pra në fam jashtë në gjanë që është e vërteta. Është tërshër. Është tërshër. Si doj që të jetë. Dhe ka shije shumë të mirë. Edhe ky gjalpi me këtë i jep domethënë atë shijen përfundimtare. Ta lëm dhe këtu pak. Të lumshin duart. Faleminderit e dashur. Ja, sa thjesht kemi bërë mëngjesin. Mund të ketë njerëz që e preferojnë dhe për mbrëmje, pse jo? Patjetër, dhe për do të shkonte mbrëmje, edhe në për shkonte mbrëmje. shumë më mirë, thash që mund ta bëjmë me fruta të thata, me ara, me bajame, lajthime, domethënë çfarë mund t'ju ndodhe në vizave në shtëpi, nuk është, por dhe kështu është mënyra më e thjeshtë për të shijuar dhe për ta përdorur ambisat. Kujdes se mos O, është djeg nxehtë. akoma. Atëherë, Tani këtu, do të kthejmë këtë në një traj të sipure, edhe do të ta hedhim këtu tek kjo, ku do të shtojmë pastaj më mbrapa edhe djathin e shkri. Ne do të përgatisim një salcë shumë të mirë. tani, djathin, ne kemi djathin në copa. Çfarë do të bëjmë? Do ta grim në këtë? O, jo, kemi gatruar, jo. Pra Do se marrim unë- djathin e shkrim. E kemi në frigorifer? Po, Okej. kemi marrë tjetër për tjetër, do ta gjej unë tani në moment. Okej. Kishe të drejtë mo Janil. Po prandaj të pyeta më fillim, po thash mos ndoshta do fusi edhe djath të bardh këtu, edhe do bëheshin të gjitha në formë kreme. Jo se nuk bëhet edhe me ashtu, dhe me djath të bardh, edhe me kos të kulluar, po, me edhe me salcë djath të kosës, shkrirë. siç e Po, themi unë sot e kisha menduar me djath të shkrirë. Okej. Prandaj kisha, ideja ishte të djath të shkrirë dhe në tryez ishte djath i... Ka gjë, jo, unë thash do të thënë djathin Jo, e ke të bardhë, do drejtë, ta për to ke përdornim pas për të ta drejtë. shtuar në grirse Mirë, dhe do tulim dhe pak kthej temperaturë. në një masë kremoze. Por që, jo, sepse ne kemi djathin e Morëm shkrirë. tjetër për tjetër, pa ju se nuk e Ska kemi. gjës, edhe ky djathi është shumë i mirë, ky djathi i Kemi bardhë të që ne gjitha kemi këtu përdorur në tryezën tonë. në shumë receta dhe është i këndshëm edhe estetikisht kur e sheh, sepse ka kubik të vegjël të prerë fiks, edhe mund t'ia shtoni sallatrave apo gatimeve të ndryshme. Ne kemi përdorur edhe në byreqe madje kur kemi dashur djathin e bardhë. Por ndërkohë tani Do na hedhim duhet kaqe dhe do kremi i shikojmë një djathit. herë, Po, sa do na duhet, të shtojmë edhe tjetër. Okej. Atëherë, Po, marrim edhe vazhdojmë. këtë. Sot vazhdoj vetë kjo, sa vura dorë nuk filloj. ka bërë pushim 2 ditë prandaj, nuk e kemi lodhur. Tjetër, do rrinim do me thënë ta lëvizim. Po, se varet dhe çka ka brenda, se ndonjëherë ka produkte që janë më të ngjeshura, më të forta dhe më zor lëvizin ato prerëset. Sa arom të mirë vjen kjo e tërshërës? Yndira e mirë, do me thënë, e susamit, bashkë me vajin e ullirit, bashkë edhe me hudhrën. Të gjitha këto kanë vlera të mëdha ushqimore, veç kështu do me thënë të konsumosh nga një lugë të kafes, është një tjetër lloj, do me thënë, ideje për të luftuar kolesterolin, luftuar dhe këta që kanë probleme me diabetin e kështu gjëra. Do me thënë, janë ushqime të mira, të shëndetshme, kjo është ideja. Se pastaj për të tjera gjëra janë të tjera ata që duhet të flasim për këto. E rëndësishme është që ne japim ato Ashtu, informacionet e thjeshta të shkurtra, nuk hym asnjëherë në detaje pa diskutim. Ajo që unë kam dhe e mendoj dhe them gjithmonë është që unë si Katerin, mendoj dhe them që njeriu duhet të konsumoj nga të gjitha. Përveç sa atyre që kanë probleme, do me thënë, me Po, që kanë një dietë më të shëndetin, kufizuar. do me thënë që ato u përcjell, do me thënë, doktori. Patjetër. Okej. Tani do ta bëjmë një përzierje. Ndërkohë, unë gjëra që nuk na duhen, po i largoj për ta lënë Shumë mirë, faleminderit Majanil. më të qartë. Dhe mund të shtojmë akoma edhe ndonjë kohë për majdanoz.
Do marrë pak se kam aty në frigorifer, do marrë. E bën edhe me ngjyra më të bukura. Po edhe ngjyra edhe shihen, e freskon. Po. Shumë salcë e mirë kjo, shumë e shishme. Thash me bukë të ngrohtë, qoftë me bukë misri, qoftë me bukë, do me thënë të ngrohtë të gruri, bëhet ose miell integral, ose qiqre, bëhet si thuash një kombinim shumë i mirë dhe një shije shumë të mirë, s'ka nevojë. Është mjaftueshëm. Një mas e vetme. Shiko si u bë shumë kremoze. Shumë e mirë duket. Jemi në rregull, tani thjesht të marrim një erëz në frigorifer. Po, të shtojmë një erëz dhe pastaj do të lyejmë bukët apo jo. Ne do t'i bëjmë brusketa me bukë të thekura, që janë të këndshme gjithmonë për të nisur drekën, për t'i vendosur në një tryez, ngjajnë edhe të këndshme kështu si zbukuruese, por edhe shijojnë. Edhe kopra, edhe majdanozi, shkon, çfarë mund të kemi neve si erës. Unë gjithmonë i lë kur i dua, domethënë kështu që t'i përdor, i vendos edhe në ujë, që t'i kem sa më të freskëta. Ne kemi mësuar. Kështu që ja zgjedhim sa dekza këtu tani, se nuk është se... Po. Ndërkohë po shoh pak që bëhet me tavën me kungull dhe mendoj se e kemi gati. Është gati? Në syrin tim po, por shumë mirë. Në temperaturë të ullët e kemi, kështu që edhe po ta lëm akoma nuk na ndodh gjë. Ja, tani edhe një përzierje thjesht me që kemi neve, s'kemi as bukë të thekur. S'kemi bërë bukë sot, po. S'kemi bërë bukë sot, por ja kemi këto se... Se ne kur bëjmë tre. Bëjmë po. O, bëjmë mos bëjmë bukë. Shumë mirë. Pra po bëjmë brusketa. Kush i preferon me bukë të gatshme, dikush tjetër mund të thekni atë bukën që ju ka mbetur në shtëpi, po edhe me bukë të ngrohtë të bërë vetë, po edhe me bukë misri, pra me të gjitha alternativat që ju dëshironi, ky krem do t'i bëjë shumë të shishme. Anila, këtu jemi? Sparari ka që urtë? Po jo, unë flas ose flas. Ose flet, ose s'flet. Tani të edhim edhe këtë këtu të... Faktikisht kjo është e madhe, një salcier tjetër. Pse është e madhe ajo? Mirë, shiko, nuk është se... Po, për kaq bukë sa kemi aty, atë duhet ta vendosim kur jemi kështu. Kur jemi... 20 veta. Ashtu. Tani për këto, që nëse duam të shtojmë diçka më tepër, e vendosim këtë të afshim një qikë. U bën ty, si jemi me kohën, kemi edhe 10 minuta kohë për të treguar në fund çfarë kemi bërë, për të nxjerrë tavën me kunguj. Ja kështu, të lumshin duart. Faleminderit. Ata afroj edhe këtë tërshërën këtu. Po, mund t'ja shoqëros, me thënë asaj pjatë. Ja ku kemi 2 receta të thjeshta, 2 pjata të shishme, edhe të shëndetshme. Kjo është mënyra që Katarina serviri salcën, por kjo salcë mund të shërbej edhe për pjata të tjera që ju i shtoni tryezës suaj. Atëherë edhe gjë tjetër që këtë salcën mund ta përgatisim, ta vendosim domethënë në një kavanos, edhe e mbyllim dhe kemi ban edhe për një javë, po që ne e bëjmë dhe nuk është se po e mbajmë dot për një javë. Jo, e sigurt që mbaron shumë shpejt, por mund ta përdorni edhe për të lyer, këtë un sanduiçet nëse përgatisni fëmijëve në shtëpi, ashtu siç them. Për, do me thënë, mënyra të ndryshme. Thash akoma edhe për të përgatitur makarona, po e kthe në këtë... Po pra dhe kjo e makaronave duhet u dashka provuar në fakt, se sesami është shumë i shishëm. Hudrat japin aromën e vetë, kremi i djathit po e po. Tani... Makarona me krem djathit dhe me domate bëhet, domatina ose domate bëhet. Dhe bëhet shumë mirë, kështu që nuk është... Okej. Pra kjo është salca. Ka ti ta shërbejmë edhe... Atë them dhe unë, ta nxjerrim, ta shikojmë edhe atë, edhe ta shërbejmë edhe atë, me që nëse kemi kohën mjaftueshëm sot,
të tregojmë se si na është bërë dhe ajo lakrori me kungu. Dhe pastaj në fund do të shohim edhe një herë recetat, por pasi të kemi shërbyer edhe kungullin. Se vendosa fare unë të doris. Prit. Në aromën e ka shumë të mirë. Shumë të mirë. Edhe me kosë do të shoqëroj shumë mirë. Kungulli shkon me kosë, që është e vërteta. Ja vendosim këta. Afrem këtu të marra një laktë. Të marrësh po. Faleminderit. Këtë marrim. Kjo duhet lënë pak të ftohet besoj dhe del më mirë si cop nga tava, por që... Ja, do ta. Duhet të rinte të kullonte pak, po me një thata. Po. Nuk e lëmë në furrë të na thahet plotësisht. E nxjerrim më shpejt. Një sik. Të marron? Apo do këtë të erzave? Jo, e kemi bërë me djathë, prit marrim një të pastër. Vetëm se është pak e madhe. Jo, s'ka problem. Sepse kur qëndron, merr formën e dur. Edhe tjetra është që duhet të lëmë që të zjej nga dalë. Mos të jetë, më thënë, që të na digjet lartë edhe të jetë, më thënë, në një temperaturë 180 gradë dhe do të lëni për 20 minuta dhe do të keni gati. Tani 20, 25, 35, ja shikoni vetë juve në shtëpia tuaja. Por atë që unë ju garantoj është sepse nëse do ta bëni, do t'ju shijoj shumë dhe do ta bëni dhe herë të tjera për pjesëtarët tuaj të familjes, sepse është një recetë shumë e thjeshtë për të përgatitur me përbërës, do me thënë që janë dhe këto gjëra ekonomike, nuk është se kanë ndonjë kosto të lartë, por janë dhe gatime shumë të freskëta tani për sezon të verës. Dhe atë që thash që kjo shoqërohet shumë mirë me kosë dhe e bën akoma edhe më të freskët. Jo se kështu nuk është e mirë dhe e shishme. Tham që në këtë kohë të pranë verës dhe verës e bëjmë me më shumë kunguj dhe më pak oriz. Në dimër bëjmë të kundërt, hedhim më tepër oriz edhe më pak kunguj. Ka atë tjetrën lloj. Se dimri është më i ftohtë dhe kemi nevojë që të kemi më shumë, si thua, ushqim më të rënd, ndërsa tani duam më të freskët dhe më të lehtë. Po, e vërtet, që dhe organizmin ta ndihmojmë të mos ja shtojmë më shumë vështirësinë që vjen nga temperaturat e lehta e nxehta. Përpara se të ndahemi, do doja t'ju kujtoja mënyrën se si ju na rigjeni, pra në rast se nuk na ndiqni dot nga fillimi në fund në transmetimet tona të drejtë për drejta, mund të klikoni pak minuta më vonë në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24 ose në Villa 24. Në të dyja prej tyre gjeni gjithashtu edhe këndin e gatimit të Villa 24, kur sigurisht do të gjeni recetat e ditës së sotme, por me çdo zbritje që bëni poshtë në telefonin tuaj, gjeni edhe gatimet e javëve, ditëve të kaluara. Kështu që si një arkive, si një libër gatimi, jam e sigurt që ju vjen në ndihmë të gjitha zonjave apo zotërinjve që duan të gatuajnë e të marrin një ide për t'i dhënë një përgjigje asaj pyetjes që shpesh ne grave na shqetëson çfarë do gatuaj për drek sot. Kjo ishte tryeza jonë e ditës së sotme, siç e pat në ekran, kështu që Kati, nëse nuk ke gjë tjetër për të shtuar, ne mund të ndahemi. Nëse nuk, do me thonë, jemi përfunduar me kohë, nëse jemi në limite, atëherë s'ngelet gjë tjetër, veç se t'i uroj ambisave edhe një herë një ditë bukur në vazhdim. Çfarë të them tjetër? Do të jemi nesër. Patjetër që do të shihemi nesër. Dhe ajo që më ngelet mua është që mos hezitojnë që të përgatisin familjet e tyre, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Mirupafshim, kalofshi sa më bukur. Ju dua shumë kaq. Ditë mbarë edhe për ty, Kati, nesër me siguri do të kemi shije të reja për të ndarë me ju që herët në mëngjes në Villa 24. Tani është momenti për një hapësirë publicitare, ndërkohë së bashku do të ritakohemi në krahun tjetër të vilës sonë, aty ku do të presim miq që do të vinë tek ne këtë ditë të hënë. Qëndroni me News 24.